Sa na kushton administrata e 61 bashkive? Vite pas reformës territoriale, sipas raporteve të Institutit për Bashkitë, numri i punonjësve në 61 bashkitë e Shqipërisë është 39.600 punonjës. Sa herë merr një forcë politike pushtetin, fillojnë emrimet politike dhe spastrimet politike. Në qoftë se në një reformë territoriale o administrative ne trajtojmë thellësisht politike, kjo gjë e fut në një ngërç shumë të fortë, cila do qoftë pozita dhe cila do qoftë opozita. A është mbajtur ajo që na u premtua në vitin 2014, kur u dizenjua se si do të funksionojë pushteti vendor? Sa na kushton administrata e 61 bashkive? Në Shqipëri, edhe sipas censusit të fundit, ka një largim të numrit të shqiptarëve që jetojnë në vend. Megjithatë, kemi hasur një fenomen i cili është paradoksal. Është rritja e numrit të administratës. Në vitin 2014, kur u bë reforma territoriale, 2 ishin premtimet e klasës politike. Tkurrja e numrit të atyre që do të punonin në administratën e bashkive, si dhe efikasiteti. Në fakt, në këtë hulumtim të Qendrës Shqiptare për Gazetari Cilësore, do të shihni që do të kemi në 10 vite dyfishim të administratës. Por çfarë do thotë kjo për buxhetin dhe për të ardhurat që mblidhen nga taksapaguesit shqiptar? Në vitin 2013, po marrim si referencë pra para reformës territoriale, kur kishim 65 bashki, 12 qarqe dhe 308 komuna, trupa që punonte në këto njësi të qeverisjes vendore ishte diku 20.000, 21.000, 20.500. Ky ishte masa kritike e numrit punonjësve në këtë administratë lokale. Pas reformës territoriale, 10 vite pas reformës territoriale, sipas raporteve të Institutit për Bashkitë, me burim informacioni Ministrinë e Financave që gjeneron të dhënat nga raportet e 61 bashkive, numri i punonjësve në 61 bashkitë e Shqipërisë është 39.600 punonjës. Pra krahasimi është fare i thjeshtë, po thuar se kemi një dyfishim të numrit të punonjësve. Ndërsa për Afrim Osmani, një tjetër njohës i administratës, për post numrit të punonjësve, problemi vijueshëm mbetet ndërhyrja politike dhe politizimi i administratës. Problemi kryesor dhe themelor denata fillon pikërisht nga trajtimi thellësisht politik i problemit. Pra, në qoftë se në një reformë territoriale o administrative ne trajtojmë thellësisht politike, kjo gjë e fut në një ngërç shumë të fortë, cila do qoftë pozita dhe cila do qoftë opozita. Për mendimin tim, do duhet patjetër të marrin pjesë edhe 2 grupime të tjera, 2 komunitete të tjera. Komuniteti shoqërisë civile dhe komuniteti dhe përfaqësues të komuniteteve. Përfaqësues tipik të komuniteteve të cilët vlerësohen dhe kanë asetet e tyre nëpër komunitete. Me zërat e përbashkët të tyre dhe bashkë me partitë politike do të shikohet një reformë jashtëzakonisht cilësore. Sipas raporteve dhe të dhënave të 2024-2025 të monitorimit të bashkive, procesi i decentralizimit ka shënuar përparime të kufizuara, me pushtetin vendor që vijon të mbetet i varur në masë të konsiderueshme nga financat qendrore dhe nga kufizime me ushtrimin e autonomisë së plot vendimarrëse. A kemi standardin e shërbimeve më mirë? A kemi atë cilësi dhe sasi shërbimesh më të mirë? A kemi atë monitorim transparencë më të mirë? A kemi një përkujdesje në shërbimet arsim, kanalizim, mbetje, mbrojtje nga zjarri më mirë? Më vjen keq ta them, por nuk e kemi. Çfarë do të thotë kjo? Që mirë që ke rrit numrin, mirë që janë ke konsumuar shumë buxhet taksa paguese, por nuk e ke konvertuar në produktivitet dhe në cilësi shërbimesh. Ky është problemi më i madh që duhet eliminohet. Belind Kolliçi, ish kandidat për të drejtuar bashkinë më të rëndësishme në vend, thotë se emërimet politike kanë deformuar qëllimin e funksionimit të administratave të bashkive. Shpeshherë ne kemi parë dhe ka qenë traditë jo e mirë do thoja unë politike, dhe këtu nuk po amnistoj asnjë nga forcat politike, që sa herë merr një forcë politike pushtetin,
fillojnë emrimet politike dhe spastrimet politike. Pra fillimisht me ndryshimin e leadershipit në Bashkinë Tiranë, pati një valë të madhe të emrimeve politike, po flas tu për vitin 2015, kur kemi dhe produktin e parë të ndarjes së re territoriale në të gjithë Shqipërinë, por dhe në Tiranë. Nga nivelet politike, pra njerëzit politik, njerëzit e veshur me pushtet politik, Partia Socialiste në këtë rast, morën postet kyçe në administratë publike, që në fakt do duhet ishin ata punonjës që janë aset publik, që punonin prej vitesh, që të vijonin punën e tyre. Tirana përbën sot bashkinë më të madhe me rreth 8.112 punonjës, rreth 22% të gjithë administratës vendore. Shifra të mëdha të administratës kanë dhe bashkisja jo e Durrësit, Fierit, Elbasanit dhe Shkodrës. Shpenzimet për personelin janë një nga zërat kryesor të buxheteve të bashkive. Në analizën financiare vendore, ekspertët thonë se rritja e stafit rrit kostot operative dhe jo pak herë ul fondet për investime në shërbime si rrugë, ujësjellca apo pastrimi. Sipas raporteve që ne bëjmë apo burimeve të ndryshme që studiojnë këtë fushë, po me burim informacioni Ministrinë e Financave, në 100 lek shpenzime për njësitë e qeverisjes vendore, 75 lek deri 80 lek shkojnë paga, shpenzime administrative, sigurime shoqërore dhe këto shpenzimet operative, pjesa tjetër 20-25% shkon për investime. Ky nuk është një raport i drejtë dhe duhet në mënyrë urgjente të ndryshohet, por këto kanë në themel vizionin dhe politikën e pushtetarëve vendor. U fry administrata publike, u shumëfishuan kostot, se ju e dini mjaft mirë, besoj keni bërë një studim që u rezulton që një ndër kostot më të mëdha të pushtetit vendor është shpenzimi i aparatit për administratën publike, shpenzimi pagave, dhe më pas këto burime njerëzore nuk se u përdorën për të forcuar kapacitetet, për të shërbyer më mirë qytetarëve, por u përdorën thjesht për patronazhim. Nëse shikon pasqyrat financiare, evidenton se 48 nga 61 bashki kanë shtuar punonjësit në vitet e fundit. Ky fenomen ndodh edhe pse popullsia në shumë zona është në rënje. Mirë që po e shtojmë numrin, edhe pse ka një paradoks, kur popullsia ulet, jemi 400.000 banor më pak, kur investimet në digitalizimin dhe automatizimin e shërbimeve publike rriten, atëhere i bie që numri i punonjësve duhet jetë proporcionalisht në ulje në raport me këto dy investime, dy ndryshime madhore, dy faktorë shumë të rëndësishëm. Gjatë vitit 2024, bashkit kanë treguar përpjekje pozitive dhe progres në disa fusha të qeverisjes vendore. Megjithatë, mbetet ende punë për përmirësimin e mëtejshëm në drejtim të eficiencës dhe cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike. Puna në administrat, po e themi, është një punë që ka lidhje me kontributin. Është një trekënd hierarkisë nevojave quajmë zllot që kontributet dhe vetralizimin e quan të fundit, pra nevojën përfundimtare që njeriu dhe punojësi i administratës publike përballet ose çon në shoqëri nevojën përfundimtare, kontributin. Dhe kjo gjë e bën të jashtëzakonshëm në pozicionin e tij dhe i duhet dhënë ky lloj benefiti. Pra, duhet krijuar një sistem vlerash që të vlerësohet punonjësit të gjejnë mënyra për të matur performanca, është shumë e rëndësishme për atë të matet performance, dhe njëkohësisht është shumë e rëndësishme që të bëhet një transparencë e jashtëzakonshme. Diskutimi dhe debati sa herë lidhet me reformën apo me atë që konsiderohet ndryshimet që do të prekin administratën nuk është vetëm çështja e financave apo sa na kushton nga ana e pagesave të tyre, por më së shumti është efikasiteti dhe mënyra se si duhet të qasen, sepse porta e parë e çdo qytetari është pikërisht porta e bashkive dhe të parët që dëgjojnë problematikat dhe kanë mundësinë për t'i zgjidhur janë ata, administrata e bashkive. Një dekadë më vonë, sot kur diskutohet për një reformë të re për administrimin territorial, ku diskutimet janë të shumta, por pa analizë konkrete, çfarë nuk u bë mirë? Më shumë se mirë funksionim, duket se interesat janë të njëjta, llogaritë politike. ACQJ kontaktoi me majorancën, me Arbian Maznikun dhe Adea Pirdenin për të kuptuar më tepër mbi evidentimet apo analizat që kanë zhvilluar për reformën e re që pritet të miratohet, por deri më tani
nuk kemi marrë një përgjigje. Dua të jap një shembull shumë të vogël, mjafton të shkosh në Zvicër, është shumë emocionuese, ma kanë thënë shumë persona që janë sipërmarrës në Zvicër, se çfarë marrëdhënie mirënjohëse kanë me komunitetet dhe me njësitë administrative të zonës. Pra ata shprehin mirënjohje ndaj sipërmarrësve dhe natyrisht niveli ngrihet në atë pikë që nuk diskutohet më korrupsioni, diskutohet thjesht dhe vetëm që ne jemi falenderues ndaj kësaj që po bën ti, po juve, por gjëja që ne të dy kemi shenjë të ri është pikërisht shteti dhe rregullat e tij, taksat dhe tatimet. Në përfundim, ajo që dallon administratën vendore në shumë qytete europiane nuk është thjesht numri i punonjësve apo struktura organizative, por filozofia mbi të cilët ajo ndërtohet, shërbimi ndaj qytetarit si prioritet absolut. Digitalizimi i shërbimeve, transparenca në vendimmarrje deri në përgjegjësinë drejt për drejt për çdo taks të paguar. Këto modele tregojnë se një administratë efikase nuk është një barë për qytetin, por një motor zhvillimi për të. Po administrata jon, a është gati për të hyrë në BE?